cilët nuk janë të përfshirë direkt. Deklarata Erdogan në ditën e Bajramit se Zoti e shkatroft Izraelin ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik, teksa në anën tjetër ka pas raportime se Irani mund ta bëj me pagesë kalimin nëpërmjet ngushticës së Hormuzit së fundmi. Lajmi më i fundit është se presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se ka udhëzuar Departamentin e Mbrojtjes të shtyjë të gjitha sulmet ajrore kundër termocentraleve iraniane dhe infrastrukturës energjetike për një periudhë 5 ditore. Mbi gjitha këto zhvillime do të diskutojmë gjatë kësaj pjese bashkë me njohuesin e gjeopolitike, zotrin Lutfi Bilali. Bilali, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Shumë zhvillime në lindjen e mesme, nga qasi në qas ka lajme të reja. Para se të kalojmë tek armëpushimi i paralajmëruar nga presidenti amerikan, me qenë se është deklarate para 2-3 ditësh, të komentojmë shkurtimisht çfarë deshti të thoshte Erdogan me deklaratën se Zoti e shkatroft Izraelin. Në një kohë kur i njëjti ka pas me 10 kërkesa që tulet, diskutohej edhe të gjendej një kompromis mes vendeve. Deklarata ditën e Bajramit e Erdoganit është kryesisht natë që tërheq një vrejtje. Shef këto lutjet kur bën Zoti është për të gjithë, me thot drejtën, disa popujve quhen në libra fetarë që dikuj një populli ka thënë Zoti shumë pejgamber dërguar. Ama gabimi fatal dhe çmenduria është jem populli zgjedhur, Zoti na do ne, atër 15 milion disa që pretendojnë, e 8 miliard janë disa tjetër, unë atëra i Zot. Po mirë, kjo është tash një çështje që se të ne më thotë kërcënim Bilali, një gjë e tillë. Sepse kujtojmë se Irani ka provokuar disa herë Turqinë duke nisur raketa në territorin e saj, të cilat janë parandaluar më pas nga NATO. Dhe realisht si mundet ta marrë Izraeli një deklaratë të tillë të Erdoganit? Pikërisht në ditën e Bajramit, kur të gjitha mesazhet janë për paqe. Deklarata ishte më njëherë pas faljes. Dhe vije pas sulmit që supozohet se iranianët e bën në izraelitët e bën në Iran. Po Turqia, s'pari thamë për raketa, nuk dihet sa konfirmuar nga ajo lart. Mundet me qenë edhe dore 2 e 3 që provokon. Nga se komunikimet iraniano-turke janë që ne nuk godasim Turqinë. Dhe kjo, për teorinë për njerëzit e kaosit që tentojnë ta sjellin këtë botë, është ende enigmatike. Por të kem të deklarata, mendoj që Erdogani e di fare mirë, Turqia që projekti i arshëm 02 është Turqia. Mirë po, ai e di edhe një gjë, që planet e sionizmit janë të lodhura dhe nuk mund të shkojnë edhe aq larg. Nga se është një deklaratë e një deputetit të AK-partajt, Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, i cili ka një citat shumë interesant. Ka dhënë më duket edhe ai për Bajram. Ne mund të na shkojnë të zhdukën ja 400.000, 500.000 turq, po maj shtet nuk do të ekzistoj. E ka fjalën për Izraelin. Prandaj, gjitha këto i lidha në fokusin e asaj që nuk mundet dhe deklarata e Erdoganit, ai nuk e ka mallkuar Izraelin, e ka mallkuar Netanyahu, ka qenë pak më diplomatike. Nuk u lut që Zoti e shkatroft Izraelin, po Zoti e shkatroft Netanyahu. Për raportimet e mediave, unë gjithmonë referohem mediave të huaja, në disa epazh duke thënë se ka mallkuar Netanyahu, në media të tjera poshtë se Izraelin. Në anën tjetër Netanyahu përfaqëson popullin e tij. Blend, shefetëra kjo situatë ka treguar që goditja që është bërë, qëllim e 4 radhës dihet kush vjen në radhë. Mirë po, mu po m'duket që këto janë ëndrat e kota. Nga se teknologjia sot është e zhvilluar edhe në lindje dhe në perëndim. Fjala bjen, dikur ka qenë, po shef edhe Kosovën tonë. Për shkak kur ka qenë ata autobana në Gjermani, kemi dhënë kur Kosovë s'kan marrë. Tash kemi. Po du me lidhë këtë lidhje që niveli i zhvillimit ka arritur aty që bilu pa me këtë luftë. Unë mendoj, është mendim im. Shef në Kosovë përpas televizionit juve do më dho pak lavdata. Kem kursista që flasin për këtë gjona. Kursista 2 javor. Absolut s'kan haber këtë tema.
po janë kursi çdo brom janë kursi 2 javë për 2 javë me mësu lindjen e mesme. Hajde në rregull. Por unë mendoj që po dal pak jashtë pyetjes tuaj. Mendoj që ka qenë ndoshta një provokim ose informacioni rrajshëm i palës kundërshtare të amerikanëve, që ne mund të pushtohemi për 5 ditë. Ka qenë një mashtrim, ata kanë ditë që do goditen iranianët. Po kanë dhënë sinjale të rrajshme. Dhe ka qenë deklarata e parë e Trumpit që ka thënë që për 5 ditë. Trumpi o nuk i ka ngu strategët, ose ka mësuar gabimisht. Dhe kjo po që nuk është e lehtë. Po du me lidh me atë që synimi për të bërë Izraelin e madh, më duket si ide nuk mund të vdes, por për të realizuar është problem. Prandaj, Turqia e di fare mirë dhe deklarata e Erdoganit para përgatitje dhe goditje në momentin e duhur, thom drejtën të jemi shumë i shkurt dhe i qartë. Me Turq të ko mirë të fërkohet çdo kush. Është një shtet jashtëzakonisht serioz. Dhe i fort. Ai që ka është keq për njerëzimin, pasurimin dhe ende me marrë bërthamore. Po ato vende që kanë marrë bërthamore janë më të sigurta që të kenë poqë, po dhe bota që të ketë poqë. Bilali, të diskutojmë ndoshta para se të